Bulevardi Vëllezërit Gjinovski, konkretisht pjesa e rrugës nga udhkryqi tek Qebaptoria Shari dhe deri tek qarkorja që lidhet me rrugën drejt spitalit, nga dita e djeshme funksionon me regjim të ri. Ndryshimi ka të bëjë me vendosjen në shërbim të drejtuesve të automjeteve të dy korsitë e rrugës, duke larguar pjesën për parkim. Ndryshimet janë bërë me qëllim të lehtësimit të komunikacionit gjatë kohës që janë mërgjimtarët në vendlindje. Kështu njofton Gazi Abdurahimi, komandanti i stacionit policor në Gostivar, i cili nënvizoi se sinjalizimi përkatës tashmë është vendosur dhe pret mirëkuptim nga ne qytetarëve për këto ndryshime që kanë për synim shkarkimin e komunikacionit nga mbi ngarkesa. Sa i përket regjimit ndryshuar të rrugës, ka të bëjë me ngarkimin e komunikacionit, me ardhjen e gurbeqarëve, në bashkëpunim me komunën e Gostivarit, me bashkëpunëtorët, me inspektorët për urbanizëm, morë një vendim të cilën përkohësisht dhe jetë një kashë rruga që e parashifni, ngushtica e bulevarit, dhe me thënë deri në qarkorin atjene, ku ngarkohet komunikacioni, nuk do të ketë parking, gjithashtu është e venduar edhe shenja e komunikacionit, e cila ka të bëjë me të njëjtën problematik. Komandanti i stacionit policor në Gostivar Gazi Abdurahimi edhe një herë apelon tek të gjithë drejtuesit automjeteve që me përpikshmëri të respektojnë shenjat në komunikacion, të mos vozisin në gjendje të dehur apo të lodhur, të bëjnë kujdes me shpejtësinë e lëvizjes dhe të mos parkohen vend e pa vend. Për drejtuesit e automjeteve apelojmë të respektojnë shenjat e komunikacionit në qytetin e Gostivarit, të respektojnë punonjësit e policisë, të zbatojnë rregullat e komunikacionit, kundër të gjithë tyre, të cilët nuk do të respektojnë shenjat, do të mirën masa. Ai nënvizon se gjatë kësaj periudhe, përderisa janë edhe mërgjimtarët, sektori për siguri në komunikacion do të arrisë praninë e vet në terren dhe kjo me qëllim që të mos vinë në shprehje situata të padëshiruara që vendosin në pikpyetje sigurinë në komunikacion si dhe jetët e njerëzve. Për të gjithë shkelësit, qofshin ata vendor apo mërgjimtar, predispozitat ligjore nuk do të amnistojnë askënd dhe të gjithë do të sankcionohen konform ligjit.